Një tjetër moment i tensionuar shpërtheu brenda shtëpisë së Big Brother, kur Olta Gigjari përdori fjalë të ashpra ndaj Edin gjatë një debati që po ndiqej me vëmendje nga banorët dhe publiku. Ajo që filloi si një konfrontim verbal mori një kthes të papritur, duke shkaktuar reagime të menjëhershme dhe duke bërë që atmosfera brenda shtëpisë të tensionohej ndjeshëm. Olta nuk e fshehu asnjëherë zemërimin e saj. Me ton të lartë dhe fjalë të drejtë për drejta, ajo kritikoi Edin për gjestet ose sjelljet e tij, duke përdorur një fjalor që konsiderohej jashtë kufive të pranueshëm. Banorët e tjerë u ndalën për pak çaste, ndërsa kamerat regjistronin secilën fjalë. Duke e bërë situatën edhe më të ndjeshme, nuk duhet të përdorësh atë fjalor ndaj askujt, aq më pak ndaj Arditit, theksoi Olta, me ironi dhe zhgënjim të dukshëm. Por mënyra se si e tha, me tone të forta dhe gjeste që nënvizonin frustrimin e saj, e bëri situatën edhe më dramatike. Debati nuk kishte të bënte vetëm me gjestin e Edin, por me nevojën për respekt dhe kufi të qartë brenda shtëpisë, ku çdo fjalë mund të ketë ndikim të menjëhershëm mbi të gjithë banorët. Edin, nga ana e tij, u përpoq të justifikohej, por tensioni ishte i qartë. Ai e kuptoi se fjalët e përdorura nga Olta nuk ishin thjesht një kritikë e zakonshme, por një reagim që lidhej me etikën e komunikimit dhe mënyrën se si secili duhet të trajtojë të tjerët brenda lojës. Për shumë banor, ky debat u duk si një kërcënim ndaj rregullave të brendshme të shtëpisë që kërkonin respekt dhe bashkëpunim midis pjesëmarrësve. Sipas rregullave të Big Brother, situata do të marrë një përgjigje të drejtë dhe proporcionale. Siç u njoftua, Olta do të ndëshkohet për përdorimin e fjalëve të papërshtatshme, një masë që tregon se edhe në një lojë ku tensioni dhe emocioni janë të lartë, ekzistojnë kufi që nuk duhet të kalohen. Ndëshkimi nuk është thjesht një masë disiplinore, por edhe një mesazh për të gjithë banorët. Respekti dhe komunikimi i kujdesshëm janë thelbësor.